Franca në alarm përmbytje, shtuhit kanë arritur nivelin e ujit del nga shtrati lumi i Garon. Autoritetet po paralajmërojnë për një përmbytje të përhapur në disa pjesë të Francës sipas shërbimit kombëtar të monitorimit të përmbytjeve. Nivelet e lagështisë të tokës janë në nivele të papara nga toka dhe toka nuk mund të thithë më ujë shtesë. Lumi i Garon doli nga shtrati në disa pjesë të Francës jugperëndimore, pas disa ngjarjeve ekstreme të motit përfshirë stuhin e dhunshme Nils që përshkroi Francën dhe Spanjën të njëjtën. Nivelet e përmbytjeve arritën kulmin të shtunën dhe të dielën në departamentet Gironde dhe Lotet Giron. Megjithse meteorologët paralajmëruan se lumi mund të vazhdojë të përmbytet në orët në vijim dhe mund të rritet përsëri këtë javë me motë të keq.